zhvillimit politike, por s'kam se mos të nisë këtë intervistë me një çështje që ndodhi sot në vomat e specializuara të Kosovës në Hag, atje u mbajt seancë ndaj Thaqit dhe disa persona të tjerë të akuzuar për pengim të drejtësisë. Si shihni fillimisht mbajtjen e një seance në një ditë që është festë kombëtare e shqiptarëve, ndërkohë që në Kosovë është festë pra. E papranueshme padyshim është një nga le të themi ato shkarjet e radhës të gjykatës speciale. Domethënë nga thelbi i padrejtë vetë kësaj gjykate që nga themelimi e tutje e deri tek zhvillimi procedural. Natyrisht çfarë mund të themi më shumë se kaq, sot është ditë feste në barë kombin shqiptar, festë trefisht madje, jo vetëm që nga Skënderbeu e shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, dalja publike e UÇK-s. Do duhet kishte një reagim pra institucional për këtë çështje, sepse gjithsesi e pa këndshme të zëm në Kosovë një pagesë në bankë s'mundesh më shku me bë sot që është 28-i, në ndërkohë për një institucion i Kosovës në Hag ban seancë. Po kjo gjykatë speciale është e padrejtë që nga fillimi, domethënë thelbi i saj është i padrejtë. Kemi thënë vazhdimisht, si subjekt politik kemi denoncuar që nga fillimi, kemi dhënë argumentet edhe politike dhe juridike pse nuk duhet të themelohet kjo gjykatë. Natyrisht reagimet nuk e di se a duhet vinë nga institucionet apo duhet të kishte edhe nga mbrojtja e tyre, edhe në komunikimin e paraprak, domethënë para që nga momenti i thirrjes deri tek mbajtja e saj. Por ajo çfarë mund të them është që është vërtet është e papranueshme që në ditë feste të zhvillohet seancë atje. Dhe do të kthehemi në zhvillimin politik zotë Rustemi tani. E pam para pak kohësh, pak dekësh u bë zgjidhje për ATK-n. Po e nisëm me këtë temë sepse ishte tema kryesore. Pse nuk ja paguat rrogat, po i lat 28 ditë njerëzit me prit. Jo, për ATK-n ka pasur zgjidhje gjatë gjithë vitit, por kanë qenë zgjidhje jo të rregullta dhe jo në mënyrën siç atyre ju takojnë. Domethënë ka pasur edhe vendime të qeverisë më herët gjatë verës që nëpërmjet HOAs publike të mbahen punëtorët me paga. Zgjidhja e rregullt ligjore ka qenë miratimi i buxhetit të RTK-s, respektivisht. Ata kishin miratuar buxhetin, pra në ligjin për vitin 2025 është i miratuar buxheti i tyre. Neni i ligjit për RTK-n në mënyrë specifike thotë që çdo 6 muaj dërgohet raporti i RTK-s në Komisionin për Buxhet dhe Transfere dhe në përputhje me vendimin e komisionit ekzekutohet ose alokohet buxheti për 6 mujorin e dytë. Thjesht buxhetin e kanë pasur, por ministri s'ka pasur drejt ta ekzekutoj pa një vendim, respektivisht rekomandim të Komisionit për Buxhet dhe Transfere. Dhe kjo ka qenë rruga e rregullt, rruga ligjore. Tash mund ta diskutojmë pse ekziston kjo dispozitë. Po nuk është sërish pra ju paguan pagat pas 28 ditëve. Ka njerëz që kanë borxhe, kanë kredi, kanë familje, kanë gjitha ato pra. Pagat ju kanë paguar edhe gjatë vitit nëpërmjet ofrimit të financave në linjë tjetër të RTK-s, si borxh ndaj qeverisë, natyrisht, por nuk ka pasur ekzekutim të buxhetit në përputhje me ligjin. Natyrisht, edhe kësaj here është gjetur një zgjidhje, por zgjidhje e përkohshme. Zgjidhja e rregullt e përhershme është dhe do të ishte se tashmë nuk është asaj ëma pas shpërndarjes së kuvendit, por ekzistonte mundësia deri në ditën e fundit të shpërndarjes së kuvendit deri më 19 dhjetor që të themelohet Komisioni për Buxhet dhe Transfere dhe ta miratoj këtë vendim sa për të çliruar le të themi financat e RTK-s. Dhe do i pyes specifikisht edhe për këtë çështje pra për seancën, mirë po kur bë në fund të muajit zgjidhja pse so bën fillim muajit, pra pas ka qenë e mundshme, zgjidhja u gjet. A ju dash sa shumë kohë me mendu ministrit, stafit i që të gjeni zgjidhje për të paguar rrogat njerëzve. Sepse ajo çfarë lashije shumë të keqe, zotë Rustemi, është fakti që në ekran delin gazetarët me protesta. Kishte një farë lloj autoritarizmi tingëllëke. Jo, në asnjë mënyrë është pikpamje krejtësisht e gabuar edhe egzagerim. Punonjësit e televizionit publik. Punonjësit kanë të drejtë dhe mirë që kanë protestuar. Kanë protestuar për t'i bërë presion secilit deputet dhe secilit parti politike për të mundësuar alokimin e buxhetit të RTK-s në përputhje me ligjin, siç thot ligji, duke themeluar Komisionin për Buxhet dhe duke ekzekutuar buxhetin.